Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në një episod tjetër të emisionit Mbi të Vërtetat. Sot kemi të ftuar një vajzë të veçantë, mjaft simpatike, që kemi parë të shndrisë nëpër pasarela. Meri Dedja. Meri, të falenderoj që je sonte këtu me ne në emisionin tonë Mbi të Vërtetat. Kënaqësi të të kem këtu. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Komplimente për ambientin dhe për ju si fillim, nga që një zonë e vërtet. Shumë faleminderit. Meri, çfarë mund të themi për publikun që të ka parë në formate të ndryshme, televizione të ndryshme, por që nuk të njeh personalisht? Kush është Meri Dedja jashtë kamerave? Atëherë, Meri Dedja mbas kamerave pothuajse është si në kamerë dhe si në jetën reale, nuk kam asgjë për të fshehur nga vetja ime. Dhe doja të thoya që jam një njerëz shumë i thjeshtë, shumë modest dhe më pëlqen që të rri me këtë lloj njerëzish. Nuk dua që të ndikohem nga arrogantët, nga njerëzit mendje mdhenj nëse mund t'i quaj, nuk më pëlqen. Do të thënë dua rutinën time, ditën time normale. Si nisi rrugtimi yt në modeling? Rrugtimi im në modeling ka nisur nëpër shtëpi, ku kam qenë pothuajse 10 vjeç dhe shikoja ato videoklipe, shikoja ato vajzat e bukura që performonin nëpër skena. Dhe gjithmonë ulesha aty me nënën time, se nënën e kam shumë gjanë, domethënë ajo ka qenë mbështetja ime më e madhe. Dhe më bënte sikur më fotografonte, më bënte sikur ishte kameraman dhe po më filmonte. Dhe që atëherë kam pasur, dhe pse kam qenë fokusuar edhe në vende të tjera, atë gjithmonë e kam pasur si ëndër në sirtar në atë kohë, domethënë që mund të kem qenë pak më e vogël. Derisa e provova. Çfarë të shtyu të futesh në këtë botë? Pasioni, kurioziteti apo dëshira për të sfiduar? Sfidat më pëlqejnë shumë në jetë, sidomos eksperiencat e reja, dua sa më shumë gjëra të provoj, të kem eksperiencë nga çdo lloj ane. Dhe e kam nisur dhe për eksperiencë, dhe për sfidë, e kam nisur dhe për të njiha njerëz të rinj, e kam nisur dhe për ëndrrën që kam pasur kur kam qenë e vogël. Dhe pse jo, për një fam pak më të mbatshme. A ka qenë dikush që të ka mbështetur për këtë në hapat e para të suksesit tënd? Po, patjetër ka qenë familja ime, sidomos dy motrat e mia. Ato do të thonë ka qenë shtrysa ime më e madhe në jetë, jo vetëm në gjë të caktuar, dhe i falenderoj shumë Zotin që më ka dhënë ato të dyja. Si lindi ideja për të bërë pjesë në programin She's on Top? Thjesht pash, domethënë, aplikimet që po vazhdoni dhe thjesht ma dërgon motra në Instagram, tha apliko, thash, nuk kam ndërmend të aplikoj, se nuk kam qenë shumë e mbyllur nga pista televizioni, kam pasur shumë frikë të nxirrja personalitetin tim, pasi unë kam një tip që unë i them gjërat dhe nuk mund t'i mendoj shumë mirë. Jam një tip shumë e drejtë për drejtë. Jam shumë e drejtë për drejtë dhe nuk e di si do ma marrë personi tjetër përballë. Por unë e them, nuk më intereson shumë, domethënë, dhe kjo ka qenë ajo druja ime më e madhe. A mund ta mbaj dot veten, a mund t'i dal, domethënë, a mund të kuptoj çdo kush mua, vërtetësinë time. Dhe ajo ka thënë do të çoj unë ditë për ditë, do të marr unë ditë për ditë, vetëm shko, apliko, dhe në momentin që unë shkova atje dhe aplikova, u pranova direkt dhe derisa më kërkuan dhe motrën me vete. Ta futu dhe ti motra, tha provoj, ti 2 motrat bashkë, diçka pak më speciale, por motra ime jo, sepse ka pasur gjërat e veta, ajo donte të nuk ishte dëshira e saj. Nuk ishte në atë lloj zhanri dhe shkova unë, e provova unë. Reali, çfarë prisje nga ky format dhe çfarë gjete ti në të vërtetë? Nga ky format unë prisja. Nuk është se prisja ndonjë gjë ekstrem shumë të madhe, pasi nuk ishte ndonjë program që kishte ndonjë influencë shumë të madhe. Dhe mendoja që thjesht do isha në atë vendin tim, pa pyetur askënd, domethënë gjithmonë unë aty, asnjë person tjetër nuk duhet të ndikohesha, nuk duhet domethënë të druhesha. Dhe nuk e priste domethënë që mund të kishte aq tension, aq presion. Kur ishte momenti i parë që ti kuptove se në këtë format do të kishe mjaft dinamika? Ka qenë që dita e parë, me të drejtën, domethënë shikimet e vajzave aty kanë qenë diku nga huat e këmbët, dhe thash direkt që unë këtu o do plas ose do e tërheq fare aplikimin. Shpesh u përmend shpirti yt luftarak. Pse mendon se publiku dhe vajzat e kanë në këtë lloj forme? Atëherë neve vajzat kaluam një kohë shumë të madhe bashkë dhe unë jam një tip që përshtatem shumë me njerëzit,
Por kur ato ma lejojnë, në momentin që mua dikush ma lejojnë që unë përshtatem dhe unë t'i afrojmë atit, atëherë unë patjetër në momentin që më sillen me arrogancë, me mendjemallësi, unë aty shtyhem dhe kjo ndoshta kjo ftohtësia ime ka treguar që mund të jem si e egër, si arrogante dhe unë si pjesë e atyre, por që nuk ka qenë fare ashtu, thjesht unë dua persona të modest, nuk dua persona të ngarkuar, të shtirur, nuk më pëlqejnë fare. Dhe për këtë arsye ndoshta jam marrë edhe sikur i kam pas marrë gjërat shumë afër zemre, kur absolutisht jo. Thjesht është e folura ime dhe personaliteti im ashtu. Sfida më e madhe që ke pasur në këtë format? Sfida më e madhe ka qenë frika nëse mund ta thoja e të dalurit keq në televizion, nga gjykimet, nuk është se kam qenë ndonjë tip që e çaj kokën për opinionet, por që kam dashur të ruhem nga mos të bëhem objekt kryesor. Do të thonë mund të thotë çdo kush sa e shëmtuar ose sa e bukur, por që mos të ketë arsye më të tepërta që unë ta nxjerr veten time keq. Në këtë format, arrite në çerek finale. Si e prite këtë sukses dhe më pas eliminimin, si u ndjeve? Arrita në atë far pike që rasht në qetësinë time maksimale. Pasi nuk po ndihesha më si në fillim isha shumë rehat, isha shumë emocionuar, kisha bërë plane, derisa ato nga pak po fillojnë të shuheshin. U krijua një presion, u krijua një negativitet nga vajzat, u krijua një ambient shumë toksik dhe kjo më bëri që unë të bija shumë qetësi dhe nuk e kisha, do të thënë, shkonte ku të shkonte vazhdova. Mbas asaj nate, që unë eliminova, ishte diku të shkoj ku të shkoj. E bëj pasardhërën si të dua që thjesht ta shfaq veten time ashtu siç jam. Nuk dua as të përzihem, as ta nxjerr veten keq. Do të thënë doja vetëm të shkoj si të shkoj, unë jam shumë e kënaqur me eksperiencën që mora këtu dhe kaq. A pati ndonjë debat apo situatë që ti sot do ta trajtoje ndryshe nga ai moment që e ke përjetuar? Po, ka qenë në debati im i parë, që në episodin e parë, para se të futeshim, do të thënë ishin audicionet që do njiheshim dhe me jurin. Ai debati i parë ka qenë me vajzën, dhe atë do ta tërhiqja me të thënë drejtën, pasi nuk ishte e dyanshme. Ishte thjesht, si mund ta them, si tip skenari, si tip trazira që u bën aty, po unë nuk kisha ndjenin e kësaj gjëje dhe nuk doja domethënë ta merr aq seriozisht sa e mora. Pasi nuk e dija domethënë si ishin shkruar gjërat. Cila vajzë të ka befasuar më së shumti, pozitivisht apo dhe negativisht? Më ka befasuar më shumë pozitivisht Desiana. Desiana është një vajzë e mrekullueshme. Mund të ngjaj pak arrogante, ashtu kam menduar dhe unë në fakt për Desianën, por është një vajzë aq modeste, aq e thjeshtë. Dhe një vajzë që ta lejon ta njohësh, se ke tipa aty që nuk ta lejojnë ta njohësh, duan vetëm të marrin informacione nga ty, por nuk duan që neve të marrim informacion nga ato. Dhe me Desianën, do të kam shkuar pothuajse me të gjitha vajzat që ishte në thopi shumë mirë, por që me Desianën më ka dalë jashtë pritshmërive dhe prandaj ka qenë kjo. Cili ishte mësimi më i rëndësishëm që more nga kjo eksperiencë? Mësimi më i rëndësishëm është që mos ndrysho për askënd dhe për asnjë lloj sprove që mund të japi Zoti. Për mendimin tim, pasi çdo gjë ka kohën e vet, ka vaktin e vet dhe nuk duhet të stresohesh, ta marrësh me stres, të dalësh nga vetja për hiçgjë, duhet i kalosh të gjëra me sportivitet dhe kjo eksperiencë mua më ka mësuar shumë, do të thënë thjesht lëre të rrjedhë gjëja. Pra, qetësi edhe durim. Po, ashtu. Meri, a mendon se Shot Club nxori një anë tjetër tënde që publiku nuk e kishte parë ende? Shot Clubi na jep më shumë kohë për diskutuar, për dinamikat e javës, për episodet dhe për debatet e vajzave, na kërkohej mendimi dhe kishte më shumë hapësirën tënde për të treguar dhe për të shfaqur dhe karakterin tënd dhe personalitetin tënd. Dhe patjetër që po, kurse She's on Topi, kur bëhesh episodi final, domethënë, ishte domethënë thjesht pasarela, mund të jepesh 2-3 skena të vogla, por nuk ishte koha mjaftueshme për të dhënë gjitha mendimet. Cili ishte debati më i fortë ose më i komentuar në këtë program? Nuk kam pas ndonjë debat shumë të fortë, pothuajse ka qenë ai i pari, sepasi atë debatit të parë, unë thash nuk dua më ta nxjerr veten kaq negativisht dhe për vajzat e tjera që po na shohin dhe për brezat
që po na shohim nuk duhet t'rregoja janë, pasi unë nuk e dija në fakt që kishte kamera aty, ishte direkt e papritur për mua dhe kur e pas vetëm aty thash ç'ne. Dhe domethënë nëse doja diçka që atë isha ka qenë ai debate. Çfarë ke mësuar për veten nga ato debate dhe ato shoqëri që krijohen aty? Aty shoqëri nuk ka. Aty ti mund të dash 2 muhabete, mund të kërkosh 2 mendime, po dhe ato mendime nuk e di a i ke të vërteta, Të sinqerta, apo po. i ke thjesht sa për të kaluar radhën dhe të thuash po, ti je mirë, po ti je në gjendjen tënde më të keqe ndërkohë. Dhe për atë pjesën tjetër, pastaj nuk kam çfarë të them me të drejtën për pjesën e këtyre. Se nuk dua dhe ti nxjerrkesh mbasi doli kjo pjesa e shton topi, të gjitha kanë ndryshuar personalitet, u bën vajzat më të mira në botë. Thash po ku ishit? Ku ishit kur eliminova, ishin diku fillun të qaj të bë, a kupton, një dramë pa parë, thash. Hipokrizi. Po. Thash po këto ç'patën. Se nuk është se mora shumë afër eliminimit, thjesht doli një skenë shumë që dhe mua më doli konfuze, por nga që për afat të kohës prieshin gjërat dhe nuk doli, domethënë ashtu siç ishte imagjinuar, se doli unë aty pse u eliminova, sikur e përjetova shumë keq. Por në fakt ndodhi një situatë, domethënë që dhe Sara dhe me Visianin po thoshte nuk e nominova unë Merin, dhe thash, më fal, kush më nominoi, se kupton, dua ta seroj këtë muhabet. Se doli aty si u gari, por ria po prisja se nominova unë, nuk e nominova unë. Prandaj domethënë më erdhi pak si kështu. Si lindi bashkëpunimi yt me artistët dhe klipet ku ti ke qenë pjesë? Unë klipet që kam bërë nga sugjerimet e njerëzve të afërm, nuk kam pasur videoklipe me dikë për shkak që nuk e njihja ose nuk e njihja personalisht dhe nuk ma ka garantuar një person që unë mund ta kem në konsiderat. Dhe ka lindur para 5 vitesh me një videoklip që kam pas qenë tek Marini. Kemi qenë një grup vajzash, grup shoqesh, kemi qenë të gjitha dhe shkuam për qef, disa dorëm, disa nuk dorëm, thjesht shkuam për qef u kënaqëm dhe aty më kapi ajo pjesa frymëzimit pse jo mos ta vazhdoj si projekt. Cili ka qenë xhirimi më i veçantë ose më i lodhshëm që ti ke përjetuar nga eksperiencat që ke patur? Më i veçantë ka qenë ky i fundit me Ergys Shaun, ka qenë një ambient aq i bukur, ishte një ambient plot me artista me zemër shumë të madhe, njerëz të thjesht, njerëz që nuk të vinin në siklet absolutisht dhe ta lejonin sikur ti ato i njihe me kohë. Dhe aty kam kaluar pothuajse më bukur. A mendon se videoklipet të kanë ndihmuar të rritesh profesionalisht? Patjetër që po. Dhe një kritik që mund ta bëj një person, duhet ta marrësh aq afër që ti atë kritik ta kthesh domethënë forcën tënde dhe të mundohesh për sa më shumë dhe për sa më mirë. Cila ka qenë sfida më e madhe personale jashtë kamerave? Sfida ime personale jashtë kamerave, që ka qenë pothuajse shqyr Zotit që më ka lënë me aq, nuk kam pasur ndonjë problem që nuk mund të zgjidhet, më falni. Ka qenë vdekja e xhaxhait tim, pasi kam pasur një lidhje shumë të afërt me atë. Nuk ka qenë thjesht xhaxhi, por ka qenë vllai, ka qenë shoku, ka qenë babi. Pasi unë kam jetuar dhe me atë, dhe ajo ka qenë pothuajse pjesa më e dhimbshme, fragmenti më i keq i jetës time. A ka pasur momente kur je ndier e keq kuptuar nga publiku? E keq kuptuar, nuk mund ta thoja, pasi çdo kush ka mendimin e vet, ka opinionin e vet, dhe nuk mund të ndërhyj askush për mendimin e vet që ka. Nuk dua domethënë t'ja ndryshoj, çdo kush ka mendjen e vet, por që publiku shqiptar është publik që do denigrime, do bullizime, do gjëra. Është paragjykues. Është shumë paragjykues. Domethënë të kesh një emision duke folur për një recetë gatimi për diçka të bukur për festat e fundvitit, ti nuk i kap ato shikimet që merr tek një video ku janë 2 vajza duke u zënë ose ndonjë sherr ose ndonjë komunikim. Domethënë shqiptari është diku do ikim të ajo e keqja. Pa, duan sherr, duan debat, duan gjithmonë adrenalin. Meri sa i përket formatit Shizon Top, sipas mendimit tënd, kush duhet ta merrte çmimin e parë? Të ishte fituesja. Çmimin e parë tani mos të dukem edhe si arrogante, do të normal që për veten time. Pasi unë për atë gjë, domethënë doja të luftoja, dhe pse në fund mu pren ato dëshirat, më iku ajo
ajo ndjesia e mirë që kisha, po fitoria, siç votat janë bler nga publiku, jo nga publiku, por nga njerëz të afër. Dhe për mendimin tim, që ka dhënë më shumë për atë emision dhe nga historia e trisht që ka pasur dhe nga pasarela që ka pas bërë që është munduar shumë, ka qenë Marigona dhe Daniela. Daniela ka pasur shumë kreative, Daniela arrinte pothuajse tërë natën pa gjumë, duke përpunuar, duke menduar. Okej, dhe unë isha e fokusuar, po jo aq shumë sa ajo. Nuk e kisha vënë domethënë në gjë të para ato gjëje. Dhe Marigona pastaj që me historitë e veta, Hesni kishte shumë të mirë, fizikun kishte shumë të bukur. Dhe te këto të dyja kam qenë gjithmonë si finalistët e para. Okej. Cili është tipi i njerëzve që ty të tërheq më së shumti dhe tipi i njerëzve që ty të largon? Nuk dëshiron që t'i kesh afër vetes. Si se ceka dhe më parë janë tipat e njerëzve që mundohen të ngrenë veten e vet duke ulur personin që kanë përballë. Këto tipa për mua janë një zero me bisht dhe nuk dua as t'i kem përballë, jo më në shoqëri dhe në familje. Dhe tipat që më tërheqin më shumë janë tipat e kundërta kësaj, tipat e thjesht, tipat që nuk kanë komplekse, nuk kanë frikë ta tregojnë veten e tyre. Unë për shembull mund të kem shqyr zoti që i kam disa kushte, por unë kam shkuar në televizion dhe unë tani duhet jem e kulluar, duhet jem shumë, nuk më intereson fare, unë dua thjesht të bëj atë që ndjej. Dua që të rri gjithmonë ato zonat e mia, domethënë që për gjërat që kam kaluar që në vogël dhe dua t'i bëj akoma. Cila do t'ishte e vërteta që do të doje ti për veten tënde që publiku ta dinte për ty? Që zemra e madhe që kam, ma thojnë shumë njerëz, dhe përpos bukurisë, njerëzit nuk e din çfarë fshet një bukuri nga mbrapa. Çdo kush është i bukur në versionin e vet. Dhe mua, domethënë, më vjen shumë i nat ndonjëherë që njerëzit e sotëm shikojnë vetëm bukurinë e jashtme, ku duhet shikojnë me të vërtetë thellësinë e shpirtit tënd. Dua që njerëzit të nisen gjithmonë nga sjellja dhe jo nga bukuria, jo nga materiali dhe nga jo nga gjërat e tjera. sipërfaqësorja. Po. Tani kemi disa pyetje, është një rubrik më vete që ne e bëjmë me çdo të ftuar, ku ti mund të zgjedhësh një nga alternativat. Po. Do të zgjidhje poz apo ecje në pasarel? Ku e gjen ti veten më shumë? Post. Post më shumë. Pas në pasarel ke gjithat unë kam shumë problem për shembull njerëzit që më shikojnë në sy. Unë direkt po më shikojnë një Vjesh në person. siklet? Jo se vjen në siklet, por që nuk e kam mendjen më tek pasarela, po e kam mendjen çfarë po mendon ai tjetri që po më shef ose ajo tjetra. Dhe më mirë një post, të paktën kem thjesht kamerën përballë dhe jam vetëm unë, edhe kur bëj foto me fotograf me njerëz, jam diku ti mos e nxirr syrin këtej se më huton. Më mirë vetëm një kamerë ose a ke nevojë thjesht një gjë e zezë aty dhe vetëm unë. Do të zgjidhje më shumë debate apo qetësi? Kur është pjesa për debat, mirë se të vi, kur është pjesa për qetësi, normal pastaj që qetësia i nevojitet çdo kujt, po dhe debati është një shtys shumë e mirë domethënë për të nxjerrë veten tënde, për të treguar vërtetësinë tënde dhe mendoj që të dyja bëjnë pjesën e vet. Originalitet apo perfeksion? Besoj se originaliteti është perfeksion. Çdo kush duhet tregoj thjeshtësinë, nuk duhet domethënë të tregojë gjën e zmadhuar, gjën e tejkaluar, duhet të jetë origjinale si në brendësi dhe si në fytyrë, në pamje të parë. Do të zgjidhje mbrëmje me shoqe apo ditë në set? Ditë në set. Kam kaluar këto daljet me shoqe, këto aventura që ndronin 5 lokale në natën. Nuk dua më, tani dua të kem atë pjesën time, rutinën time, nuk dua më të ngatrohem se po dole, po bëre këtë lloj darka, këtë lloj, kështu do kesh gjithmonë probleme për mendimin tim, do të ndjekin gjithmonë gjërat negative. Dhe më mirë të jem në atë zonë time të komfortit dhe asgjë më shumë. Gafa jote më e madhe në set, që ti e mban mend sot? Ka qenë një pjesë, domethënë që i ka shpëtuar dhe një kameramanit, ka qenë në videoklip, pastaj videoklipi u fshi direkt. Ka qenë sepse unë kam këto kohë nuk e di, po bëj shumë mimika. Këto kohë dhe e kam me fragmente. Për shumë kjo kom kap, pastaj mbas 3 muaj kap një kohë tjetër, domethënë që bëj mimika të tmerrshme. Dhe direkt sa e fillonte, domethënë bëja disa mimika kot, derisa ai nuk kishte parë një fragment vogël, edhe ma kishte nxjerrë në videoklip. Vetëm kur e pash, domethënë që u fshi pastaj dhe i bëm xhimet pothuajse nga e para, se në çdo fragment ishin mimikat e mia aty në mënyrë skandaloze. Komplimenti më i bukur që ti ke marrë?
Komplimenti më i bukur që unë kam marrë ka qenë ky që sapo të thash, që e ke zemrën shumë të bardhë dhe je shumë e vërtet në ato gjë. Do të thënë, te kjo unë fokusohem më shumë. Në cila është fjala që përdor më shpesh në debat? Do me thënë, instikti parë është o zemra, ose o burr, o brilleut, kjo do me thënë, pastaj fjala më shpesh, a jem vete, jam diku do me thënë që nuk i mendoj fare gjërat, që ose po flitet për një debat, që ose po flitet për një sjarim, për një komunikim pak më të qetë, pastaj jam e qetë, fjalët që më vinë të duhura, kurse kur jam e nxehtë, jam diku, nuk është se i mendoj shumë gjërat. Cilësia jote më e fortë, cila është? Cilësia ime më e fortë, nuk e dia mund ta them nëse është e imja, është besimi që un kam, besimi dhe lidhja ime me Zotin. Kjo tek unë mund të dalë si cilësia më e mirë, pasi dhe kur unë jam në rrugë vetëm, unë e di domethënë që dikush është aty që mua po më shikon dhe po më ruan. Dhe di ku ti mbështetem, di kur jam në një situatë të keqe dhe një situatë të mirë, di ku ti them faleminderit që më erdhi, dhe në një situatë të keqe do them pse më erdhi. Dhe kjo besoj që më ngushëllon gjithmonë. Çfarë duhet të presim nga Meri Dedja, projekte të reja që ti mendon se do t'i vësh në vijë? Unë jam një tip shumë bum. Unë atë që dua ta bëj e bëj direkt. Nuk dua, domethënë, nuk e mendoj, nuk e bëj, domethënë nëse unë dua ta bëj, e bëj bum. Dhe unë jam një tip shumë e surpriza. Jam një tip domethënë që çfarë më vjen përmbar, patjetër që po. Nuk dua t'i druhem asnjë lloj gjë, nuk dua të them jo, po nuk mund ta bëj dot, jo, unë duhet ta bëj, dhe edhe nëse është diçka që nuk duhet bër, unë prap do e bëj, thjesht sa për të parë, sa për të dëgjuar, sa për të marrë një mësim, për çdo lloj gjëje, dua të eksperimentoj në pafundësi. Dhe mesazhi yt që ti do doje të jepje sot në emisionin tonë Mbi të Vërtetat, cila do të ishte? Mesazhi, unë dua t'ju uroj një herë shumë suksesa. Shumë faleminderit për emisionin dhe shumë faleminderit që më kishit zgjedhur mua sot. Faleminderit. Një emision shumë real dhe shumë i sinqert. Më pëlqen shumë dhe u kënaqa pafund me ju. Shumë faleminderit, ishte një kënaqësi e veçantë që unë të kisha sot në studio, këtu me ne, dhe për këtë bisedë kaq të ndjeshme dhe të sinqertë. Shumë faleminderit, kënaqësi. Faleminderit dhe të uroj shumë suksese në rrugën tënde. Të nderuar miq, ky ishte dhe episodi i radhës për këtë javë. Unë ju falenderoj për të gjithë mbështetjen që keni treguar për ne deri më sot dhe miru takofshim në episodin e radhës. Mirupafshim.